A ka në procesin e numërimit kamera qendrore që i fokusojnë me orar ata në çfarë? Veç kamerave tavolinave ka dhe kamerat KZZ që regjistrijnë janë 24 orë. Po janë gjatë gjithë kohës. Pra nëse do të prokuroria për ta bërë një zbardhje plot mund të. Është mundësia, pra nëse do jetë vullneti që. Nuk është aq e vështirë, është nga procesi i numërimit, është nga procesi më të vështirë me kamera. Shiko, pra shumë e thjesht për ta zbuluar. Mjafton dëshira dhe ta kryejmë atletin. Thelbi mbetet kush ju ka dhënë porosi. Pra ka porosi apo është me vullnet të tyre të plot, pra nuk më pëlqen ky kandidat dhe po heq votat. Sepse kam përshtypjen që nuk janë këta problemi, nuk është problemi të numëruesit. Nuk është problemi të ekzekutori, patjetër dhe ata kanë problemin sepse kanë shkelur ligjin ata në mënyrë direkte, por për mua shqetësuese është porosia. Nëse do vërtetohet gjithmonë, se dhe mund mos vërtetohet asnjë gjë nga këto dhe ti jemi kështu. Për ta sjellë sa më konkretisht, më falni lirë. Jo, s'ka problem, absolutisht. Për ta sjellë sa më konkretisht. Nuk kemi të bëjmë vetëm me numërues të një partie aty. Po, prandaj po them, ajo kryesa nuk ka vetëm një parti. Aty ka pas tjetërsohet është një partie. PSD. Por dakordësia është e të gjithëve. Aty është e të gjithëve. Dhe në vijim të asaj, është ideja me gjithë, qa ka qenë kjo gjëja që i ka dakordësuar 4 veta që i përkasin 4 partive të ndryshme? Ose minimalisht 3 partive të ndryshme. Pra qa ka qenë, kush ka qenë kjo forcë madhore që paska i ka shtyrë ta që të dakordësoj? Të them nga praktika se si procedohet, sepse rregullat për procesin e numërimit, gjithë procesin e administrimit të votës janë shumë të qarta. Dhe normalisht ka numërues të parë, ka sekretar të grupit numërimit që duhet ta bëjnë procesin. Po çfarë ndodh? Sa numërohen votet e subjekteve janë të gjithë zjarrt që të mbrojnë subjektet e tyre. Kur vjen në pjesa për votet preferenciale dhe për efekt kohe, për efekt lodhje ç'a bëjnë? Ti merr votet e tua, unë po marr votet e mia. Pra, numëruesit e PD-s numërojnë pjesën e kandidatëve të preferencial PD-s dhe plotësojnë për zërbale, ata të PS-s PS. Kjo është shkelje procedure? Po shkelje nuk e vërteton dot atë, sa atë bën grupi numërimi dhe ata firmosin katër pastaj. Firmosin katër. Por problemi është, sido që ti problemi është përgjegjësinë nëse bën përgjegjësinë për katër. Që ti jemi kështu. Unë jam shumë i sigurt që nëse ka pasur zhvendosje, është bërë në mirëkuptimin e të gjithëve, sepse nuk besoj se këta janë kaq, duke qenë se kodi penal shumë i rrept, pra ne ndryshuam kodin penal, e kemi ndër më të rreptit,